Edhe djetë, do më thënë që vërtet ka një element politik, sepse edhe nga reflektimi ose qëndrimet që mbajmë ne nga deklaratat tilla, kur i quajmë, por më thanë edhe në shtypin, u bëra koment shumë të madh në shumë gazeta, si tha që djali Trumpit është një nga fëmijët e Trumpit. Sot e dëgjuan nga Boltoni, John Bolton, tha që është kjo punë, rini të qetë, tha, pa i s'është njeri i zgjedhur, tha, sepse nuk kuptohet se si mekanizmi si funksionon në Amerika. Do më thënë, vërtet ne kemi frikë për shumë gjëra, për arsye se shikojmë konjunkturat e kohës, rritjen e atyre influencave që diskutuam ne, që mos respektohen karta e OKB-s, por fuqitë e mëdha në kompeticionin e tyre të vendosin zonat e influencës, dhe sigurisht ne rrisim ato qëndrimet tona përpar me shumë vërejtje se qarë mund të ndodhi në Kosovë. Ka një pyetje drejt për drejt, po, a paralajmëron kjo deklaratë rrezikun që politika amerikane në Kosovë mund të ndryshojë, se kjo është frika apo jo? Jo, frika është kjo, unë duhet ta, prandaj e thash që nuk ka asnjë gjë serioze nga këto deklarata, por duhet ta shikojmë me shumë interes qëndrimin që duhet mbajmë neve. Jo të bëjmë diskutimin e deklaratave të tilla, por të shikojmë reagimin në dy qëndrime duke mbyllur. Në radh parë të lobimit politik, duhet shikojmë që gjithë autokratët e Ballkanit, po të shikosh në fara, si Rama, si Vučići, kanë kompani lobimi për çdo problem. Dhe kjo është një praktik serioze në politikën edhe të europiane edhe botërore. Dua të them vetëm një gjë, nga eksperienca time, Turqia, megjithëse nuk kishte asnjë problem me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kishte mbi 7 kompani lobimi për politika të ndryshme, për avancimin dhe bashkëpunimin e tyre në të gjitha fushat dhe tjera. Kosova është i vetmi vend që nuk ka asnjë lobim. Mos kujtoni se lëvizjet tilla nuk janë lobiste. E bën për arsye sepse Vučići i ka shpërthyer revolucionin demokratik nga studentët atje, është një autokrat që shet interesat e vendit dhe siç i kemi parë autokratët e Ballkanit bashkëpunojnë me krimin dhe me gjitha i duhej diçka e tillë, dhe sigurisht njerëzit që kanë ato interesat e tyre ekonomike do të jenë përgjigjen në bazë të çmimit dhe të ofertës. Dhe ne nuk duhet kemi... Ju po thoni që Vučić ka paguar djalin e Trump për këtë deklaratë? Po pa diskutim, në mos djalin e Trumpit mund të ketë paguar njerëz të tjerë. Është lobimi, është mekanizmi që shikon se si bëhet. Beware of free lunch, ki kujdes nga dërka falas. Asgjë nuk është falas. Ai ka bërë një shërbim Vučići dhe se ka bërë falas. Po jo, ajo është e padiskutueshme që nuk është falas. Ai s'u ngrit nga Amerika atje për të thjesht për bërë deklaratë, mund ta bënte atje me ti ke vetëm Shiko, vetëm Shqipëria ekziston vjet në Kongresin Amerikan që thot një nga 21 qeverit më të korruptuara të botës që duan të blejnë influencë politike në Shtëpinë e Bardhë. Ke raportin e Kongresit Amerikan. Gjithsesi, nuk mund të neglizhohet totalisht që mos ta marrë, sepse e para është djali presidentit Trump. Le të jetë mod djali. Ja do ta shpjegoj vetëm një minutë. Po s'është pjesëtar i stafit, oraj. Shiko, general, të lutem. Ai djali presidentit, po presidenti nuk e ka përfshirë në stafin e tij presidencial siç ka bërë të tjera. Po të ishte pjesë integrale e stafit presidencial presidentin Trump, po. Por në qoftë se ai është totalisht i shkëputur, do tani bën deklarata, të cilat, më fal që të ndryra. Jo, s'ka problem. Shiko, Kosovën e ka njohur 100 vendet DKB-s nga 193. Kosova e ka njohur pjesa dërmuesve në NATO-s. Kosovën e ka njohur 22 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Dhe ajo që është më kryesore që themi këtu, që vendi që ka negociuar më shumë për ta njohur Kosovën nga diplomacia ndërkombëtare kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pra, deri tani, po problemi është apo ndryshon kjo gjë, dakor, këto janë ato që dim deri tani, po tani e tutje jemi pa sigur. Jo, këto krijojnë një bazë të mirë se nuk shpërbëhen gjërat me një fjali të një presidenti. Jo, po tani ne për çdo gjë po hedhim pikë pyetje, kështu që nuk po flasim që do ndryshojë, por çfarë shenjash jep kjo lloj deklarate kjo? Ai vajti atje për të dhënë një mbështetje. Vučići në momentin më kritik politik. Mund të qëndronte vetëm thjesht në atë
që tha Çfarë mund Vučić po që është një kthehet lider, nesër? ndërkohë është një lider Kavajti mbështete kur ati i është rënuar Por, po pushtetin nga poshtë. flasim për djalin e presidentit Trump, Jo, i unë nuk cili jam nuk dakord. është kontestuar nga presidenti Trump për deklaratë që ka bërë. Po pse duhet të merë presidentin me deklaratë që bëjnë influencë. Amendamenti parë. Shiko, Trumpi nuk është dënuar nga impeachment që është bërë, vetëm nga një gjë. Avukati ti i madh i Harvardit ka thënë, çdo njeri ka të drejtën e fjalës së lirë. A përfshihet kjo te presidenti dhe në ato që e caktoj gjykata. Shiko, ky mund të thotë çfarë dojmë. Është një person me influencë në politikën amerikane. Mund dali ai babai i gruas se të thot një deklaratë Kosova heroike e Shqipëria Te Trumpi më influencë kishte djali i ri që njihte rrjetet sociale. Unë nuk them që ndihmojnë në fitore. Duhet të kuptojmë një gjë. Është person me influencë, ka emëruar gjysmën e kabinetit presidentit Trump. Kush të thotë që ka? Po. Nuk është person zyrtar, më këtë po të thotë Boltoni. Nuk thash që është Boltoni zyrtar. në intervistën e sotme e thotë qartë. Nuk funksionon kështu Amerika. Shiko. Unë shiko, ju thash edhe njerë, kam një këtu, Atëre po të bëj një paralelizëm me presidentin Trump mbi dy qëndrime. Më falë, sot, ai që është negociator për Ukrajinën, për para se të ishte këshilltar, ka shkruar një doktrin, një material në lidhje me qëndrim për Ukrajinën. Dhe qysh atëre ka thënë që teritorit e pushtuara nuk mund të jenë pjesë më e Ukrajinës. Pa qenë këshilltar. Atëre nuk e mori njeri në konsiderat se ishte askush një general në pension. Edhe tani do ta merrte në konsiderat, po me qenë se filozofia ti përputhet me objektiva strategjike të president Trump e ka marrë si këshilltar. E dini ju si është bërë Kissingeri këshilltar, fillimisht këshilltar dhe pastaj sekretar i president Nixon? Ishte njeriu më kritik, profesori i Harvardit për Nixon. Një minutë, lutem. Një ditë kolegu i tij në katedrë i thotë, presidenti ka dëshirë të pi një kafe me ty. Thaj, që më qonë dhe presidenti, unë vetëm me kashar. Ka ndojnë 3 orë, kur ka vajtë e dere, ka thënë nga nesër ti e sekretari shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për që lidhje ka kjo? Profesor, nuk ka lidhje kjo. Një minutë, që duhet jemi seriosë se deklarat. Doktrina e negociatorit për Ukrajinën, sot është zyrtare, u deklaruar në një kohë. Që ju imponuat Trumpit. Është Trumpi që ka këtë geopolitik dhe e bëri atë pjesë të ekipit të për të mbrojtur. Por e mori idenë e tia, dhe mua nuk më garanton njeri që idenë e tia, qasin e ti për luftën në Kosovë nuk do të ketë nësë Çfarë ka deklarata gabim, thot me Çollari? Pra, deklarata thot që Kosova nuk u çliru